Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 15 qershor dhe Kisha Jonë Ortodokse na nxit lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut kapitulli 9 vargu 36 deri në fund, kapitulli 10 vargu 1 deri vargu 8. Le ta lexojmë këtë pjesë ungjillore dhe ta komentojmë sipas etër. Duke parë turmat, kishte dëmshuri për to sepse ishin të lodhur dhe shpërndarës i dele pa bari. Atëherë u tha dishepujt vet, e kora është me të vërtetë e madhe, po punëtorët janë pak. Lutuni pra Zotit të korave të dërgoj punëtor në të korat e tij. Atëherë Jesu i thiri të 12 dishepujt të tij rreth vetes dhe u dha autoritet të dëbojnë frymrat e ndyra dhe të shërojnë çdo sëmundje e çdo lëngat. Dhe emrat e 12 apostujve janë këto: i pari Simoni quajtur Pjetër dhe Andreu vëllai i tij, Jakovi i Zebedeut dhe Johani vëllai i tij, Filipi dhe Bartolomeo, Thomai dhe Mateu ta gramblesi, Jakovi i Alfeut dhe Lebeu, i mbi quajtur Tade, Simon Kananesi dhe Jud Iskarioti, ai që më pas e tradhoi. Këta janë të 12 që Jesu i dërgoi mbasi u dha këto urdhra: mos shkoni ndër pagan dhe mos hyni ndër qytetet samaritanëve, por shkoni më mirë të delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Shkoni dhe predikoni duke thënë: mbretëria e qiellit u ofrua. Shëroni të sëmurë, pastroni leprozën, ngjallni të vdekur, dëboni demon. Falas morët, falas jepni. Pra, kjo është pjesa e Ungjillit sipas Mateut që lexojmë sot. Le ta komentojmë sipas etërve. Fillojmë nga kapitulli 9 vargu 36. Duke parë turmat, kishte dëmshuri për to sepse ishin lodhur dhe shpërndarës i delet pa bari. Shën Joan Gojarti thotë se Krishti nuk shikon vetëm fuajtjet fizike, por plagët shpirtërore, mundimet shpirtërore të njerëzve. Ata kishin udhëheqës fetar, por jo bari të vërtet. Shën Jeronimi e lidh këtë me profecitë e besëlidhjes së Jatës vjetër, ku Izraeli përshkruhet si një kope pa bari, siç thonin edhe profetët. Por dëmshuria e Jesuit është shprehje dashurisë synore që kërkon shpëtimin e njerëzit. Prandaj edhe Perëndia u bë njeri në personin Isu Krishtit, dhe Isu Krishti është bariu i vërtet i deleve shpirtërore që janë besimtarët. Shumë njerëz sot janë të hutuar, të vetmuar dhe pa drejtim shpirtëror. Ky varg na kupton se para se të gjykojmë dikë, duhet ta shohim edhe dëmshurinë e Krishtit. Pra, jo thjesht jemi gjykatës, por çfarë mund të bëjmë që ai njeri të shpëtohet? Zoti ka ardhur për shpëtuar dhe jo për dënuar. Ky është misioni që ka dhe Kisha Jonë. Kisha Jonë do ta shpëtojë njeriu, jo thjesht ta gjykojë, ta dënojë. Prandaj, në këtë parim ecim dhe ne si kishë dhe si krishterë ortodoks. Por le të flasim për vargu 37. Atëherë ai u tha dishepujt vet, e kora është me të vërtetë e madhe, po punëtorët janë pak. Sipas etërve dhe Shën Joan Gojarti shpjegon se e kora janë njerëz të gatshëm që pranojnë ungjillin. Por punëtorët ka pak sepse duket se volumi i punës, pra me njerëzit të shumë i madh se sa punëtorë, pra janë të gatshëm që ta parapin ungjillin dhe të korin këto shpirtra për Zotin. Krishti nuk thot se fusha duhet mbjellë, pra, por se është gati për kore, zemrat janë përgatitur nga Perëndia. Perëndia është ai që përgatitë zemrat e njerëzve, pra ai e nis punën dhe ai e përfundon. Thjesht apostujt ishin instrumenta të Zotit, siç jemi edhe ne sot, si kishë edhe si njerëz që punojmë në shërbimin e Zotit brenda kishës, jemi instrumenta. Punën e nis Zoti, e bekon Zoti dhe e mbaron Zoti. Prandaj këtë duhet ta kemi gjithmonë parasysh që mos na kapi një frym egoisti dhe krenarie. Ka shumë njerëz që kërkojnë të vërtetën, por pak janë ata që dëshmojnë për Krishtin e vërtet. Kisha ka nevojë gjithmonë për punëtor, për priftëri, misionar, katekist, por të gjithë këta duhet të jenë njerëz të përkushtuar. Prandaj, kjo është një sfidë që ka kisha në çdo kohë dhe është lutja që bën kisha, si vetë Zoti tha, këto korat janë shumëta, por punëtor ka pak. Dhe punëtorët nga do dalin. Punëtorët do dalin nga kisha, nga populli i Perëndis. Pra, nga populli i Perëndis do dalin njerëz të përkushtuar, prindër që do përkushtojnë fëmijët e tyre, fëmijët që do rriten dhe do përkushtojnë veten tek Zoti, dhe këta do jenë punëtorët e arës së Zotit, që verdhon ose është bërë gati për të korrur, siç e kuptojmë, janë shpirtat e besimtarëve që janë gati për të pranuar ungjillin. Në vargun 38 na thuhet: lutuni pra Zotit të korrave që dërgoj punëtor në të korrat e tij. Etët theksojnë se misioni nuk fillon me veprim, por me lutje, shumë e rëndësishme.
Krishti është Zoti të korave, punëtorët nuk e zgjedhin vetë misionin, por dërgohen prej tij. Pra, ne lutemi që Zoti të dërgoj punëtor, t'i zgjedhi, t'i certifikoj ose t'i japi autoritet dhe hir sipas kishës dhe ata të shkojnë tek populli i Perëndis. Para se të ankohemi për udhëzim shpirtëror, që shpesh ndodh, duhet të lutemi që Zoti të ngrej njerëz të përkushtuar dhe të shenjtë në shërbimin e tij. Pra, nëse populli i Perëndis lutet, Perëndia do dërgojë njerëz, dhe këta njerëz duhet i pranojmë si dërguar të Perëndis. Prandaj ai thot lutuni, duhet të kërkojmë dhe Zoti do t'i jap. Por le të flasim për vargjet e kapitullit të 10, vargu i parë kapitullit 10 thot: pastaj sui thirrë të 12 dishepujt e tij rreth vetes dhe u dha autoritetin të bëjnë frymërat e ndyra. Në këtë varg, si thotë shënja Agu i Arti, vëre se Jesui u jep dishepujve mbasi i zgjedh dhe i thërret në një numër të përcaktuar, janë 12 apostujt. Numri 12 është një numër plotësie, janë 12 fiset e Izraelit, pra këtu kemi Izraelin e ri, por i zgjedh ta 12 dhe dishepuj, apostuj, dhe i zgjedh për të qenë këta bashkëpunëtor të Krishtit në përhapjen e ungjillit. Jo se Zoti Krisht nuk mund ta bënte vetë këtë, por ai kërkon që puna e Perëndis të bëhet bashkë me njerëzit, sepse kështu njerëzit do ta pranojnë dhe do të jenë më mirënjohës Perëndis, sepse do jenë dhe bashkëpunëtor në veprën e shpëtimit Perëndis në Krishtin. Prandaj Zoti Krisht i u dha atyre edhe fuqi kundër armikut më të përbetuar të njerëzimit që është djalli dhe demonët, por edhe kundër mëkatit që shfaqet tek sëmundjet dhe tek vdekja. Prandaj me anë të këtyre fuqive Zoti armatosi apostujt e tij dhe i dërgoi në shërbim. Edhe pse jo të gjithë marrin dhurata mrekullibërse, çdo krishter merr hir për të lutur kundër të keqes dhe me fjalën e tij, me veprën e tij, me qëndrimin e tij, ai sjell shërim shpirtëror tek të tjerë. Të gjithë neve që jemi pagzuar në emër të Atit, Birë dhe Shpirtit Shenjtë dhe jemi mirosur dhe jemi pjesë e kishës katolike, apostolike, ortodokse, të gjithë kemi këtë hir, por dhe të gjithë jemi thirrur të jemi apostuj. Si apostull duke filluar që në familjen tonë, në rrethin tonë familjar, shoqëror, dhe të dëshmojmë për Krishtin me vepra dhe me fjalë. Dhe patjetër kjo do ketë nga pas edhe fuqinë e Perëndis, mrekullinë e Perëndis, dhe njerëzit do të shpëtojnë duke qenë ne instrumenta të Zotit, siç u bën apostujt instrumentat e Krishtit. Lexojmë dhe vargjet më poshtë, lexojmë vargjet 2 dhe 4. Dhe emrat e 12 apostujve janë këta: i pari Simoni quajtur Pietro dhe Andreu vllai i tij, Jakobi i Zebedeu dhe Johani vllai i tij, Filipi dhe Bartolomeu, Thomai dhe Mateu, Tagrambuleci, Jakobi i Alfeu dhe Lebeu, i miquajtur Tade, Simon Kananesi dhe Juda Iskarioti, që ai më pas e tradhtoi. Në këto vargje, pra 2 dhe 4 kapitulli 10, na tregohet numri 12 ose emrat e 12 apostujve, që siç thash simbolizojnë fiset e Izraelit, dhe këtu kemi Izraelin e ri, që është kisha. Apostulli Petro përmendet i parë jo se është më i denj, por sepse ka një rol drejtues, është i pari midis të barabartëve. Aty përfshihet dhe Mateu, i cili është dhe Levi, ai ishte një targrambledhës, por përfaqëson edhe Juda Iskarioti, që ai do ta tradhtonte Krishtin. Pra, apostujt përfaqësohen nga të 12-tët, por që kanë karaktere të ndryshme, pothuajse përfaqësojnë të gjitha karakteret njerëzore, dhe ata kishin dhe problematikat e tyre. Dhe problemi i madh që kishte ishte ai që i Judës. Pra, lakmia përpara që është burimi i gjithë qijave, si thotë apostulli Pavli, që ai që lakmon para, ai do silli shumë të qija vetes, por do mohoj edhe besimin. Kështu që edhe Juda kishte lakmi përpara dhe ai e tradhtoi Krishtin. Prandaj, lakmia përpara është gjëja më e keqe që njeriu mund ta ketë, dhe nëse ka, duhet ta luftoj, sepse është një tundim i madh. Shënjë Agu i Arti vëren se ungjilli nuk shet dobësitë e apostujve, madje përmend dhe tradhtarin, që është Juda Iskarioti. Sepse Zoti nuk zgjedh njerëz të përsosur, por zgjedh njerëz në botën e mëkatit, dhe të gjithë janë mëkatar, por ai thret që njerëzit e zakonshëm të ndryshohen, të shenjtërohen,
dhe i formon ata për të bërë apostoj. Kjo është mrekullia e Zotit, që ai vepron me ne, nuk vepron me angjit këtu në tokë, po vepron me ne njerëzit mëkatar. Dhe siç thash, apostojt kishin dobësitë e tyre, karakteret e tyre, por të gjithë këta u pastruan, ndriçuan, u shenjtëruan përveç Judës, i cili kishte lakmin përpara. Dhe lakmia përpara është një konkurrente ndaj Zotit. Si thotë Krishti, nuk mund të shërbejnë dy zotrime, nuk shërbeni edhe Zotit dhe Mamonajt, pa demonit të paras. Njëri do doni, tjetri do të jeni hipokrit. Juda fatkeqësisht deshte paran dhe tradhtoi Krishtin. Ka dhe njerëz që duke dashur më shumë paran, ata edhe pse mund të ketë një status klerik ose laik edhe në kish, prap lakmia përpara bën që ata të humbasin besimin në Zotin dhe të bëjnë skandal për tjerët, siç u bë edhe Juda. Por le të flasim për vargjet e tjera. Jemi tek Mateu, kapitulli 10, tham, kemi arritur te vargu 5. Këta janë 12 që Jesu i dërgoi mbasi u dha këto urdhra: mos shkoni ndër pagan dhe mos hyni në asnjë qytet samaritanëve. Sipas etërve, këto ishin disa urdhra të përkohshëm, pra sepse Krishti pasaj do t'i çonte në të gjithë botën, që nga Jeruzalemi, Samaria dhe kudo. Por ishin urdhra të përkohshëm. Shënia Rimi shpjegon se Izraeli duhet të merrte i pari lajmin e mbretërisë, sepse kishte marrë premtimet nga profetët, por siç thash, mbas ringjalljes misioni shtrihet tek të gjithë kombet. Ata apostujt urdhërohen të shkojnë te gjithë kombet. Perëndia ka një rend në veprimin e tij dhe ne duhet i bindemi atij rendi. Ai punon me urtësi dhe sipas kohës së vet. Kështu që ne duhet ta mësojmë vullnetin e Zotit dhe ta ushtrojmë atë në jetën tonë. Flasim për vargun 6, ku na thuhet: por shkoni më mirë të delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Siç thash, dhe Krishti urdhëroi apostujt në fillim të shkonin tek delet e humbura të Izraelit. Izraeli quhet ose Izraeliti quhen delet të humbura, sepse ishin larguar nga ulla e Perëndis. Edhe pse ata kishin profetët, ata përsëri kishin një besim formalist. Krishti tregon besnikëritin ndaj premtimeve të bëra etërve. Prandaj edhe Ati Perëndi dërgoi birin e tij në fillim tek delet e humbura të Izraelit për të mbajtur premtimin që dha Zoti. Por Izraeli nuk e mbajtën premtimin që i dhan Perëndis. Pra ata u bënë shkelës të ligjit dhe kundërshtar të shpëtimtarit të Zotit tonë Jezu Krisht. Shpesh misioni fillon pranë nesh, në familje, te miqtë tanë që janë larguar nga besimi. Pra, nëse si shtap ne jemi thirrur për të qenë një apostull, jo thjesht duke pasur një status kleriku ose laiku në kish, por se çdo i krishterë është një apostull, mos duhet kujtojmë se duhet ka përcejmë si them një rrugë të gjatë, kilometra, jo, aty ku jemi, tek familja jonë, tek miqtë tanë, tek të afërmit tanë, atje duhet të kontribojmë për të dëshmuar për Krishtin. Dhe vargu 7 na thot: shkoni dhe predikoni duke thënë, mbretëria e qiejve u afrua. Ky është thelbi i predikimit të Jesuit dhe të apostujve. Mbretëria e qiejve u afrua, sepse aty ku është mbreti, aty është mbretëria. Aty ku ishte Jesu Krishti, aty ishte edhe mbretëria e Perëndis. Mbretëria e Perëndis nuk është një realitet i arshëm, eskatologjik që ai pritet të vijë. Ajo ka hyrë në botë përmes pranisë së Krishtit, pra është bërë tashmë. Ku? Në zemrat e besimtarëve, por edhe në institucionin kishtar, në liturgjinë hyjnore, aty ku jemi neve në kish bashkë me Zotin, në shërbesa fetare, dhe sidomos në liturgjinë hyjnore që fillon e bekuar mbretëria e Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, ne jemi në mbretëri. Mesazhi krishter nuk është kryesisht një mesazh moral apo filozofik, është lajmi që Zoti vepron tani pra për shpëtimin e njerëzve. Nuk presim të vijë mbretëria e Perëndis. Ka ardhur në Krishtin dhe ka ardhur nëpërmjet kishës. Por kjo mbretëri do bëhet e dukshme për gjithë botën në ardhen e dytë të Krishtit. Dhe vargu i 8, që është vargu i fundit për sot, na thot: shëroni të smur, pasuni lebroz, ngjallni të vdekur, dëboni demon, falas morët, falas jepni. Tashmë Krishti, sipas etërve shënjau Gojarti, i çon apostujt që të bënin misionet e tyre. Pra, kush ishte misioni? Pra, të prapnin ungjillin, por kjo të vërtetohet edhe me shenja dhe mrekullit, të shëronin të smur, ngjallnin lebroz, të largonin demon, ngjallnin dhe të vdekur. Por
Krishti thot falas morën, falas jepni. Duhet të qëndrojmë këtu, sepse Krishti paralajmëron apostujt, si thotë Dëshën Jan Gojarti, kundër lakmis, që si thamë ishte tundimi tek Juda. Apostujt nuk duhet të tregtojnë dhuntinë e Perëndis. Çdo herë që kanë marrë dhuratë e Zotit dhe njerëzit nuk mund ta marrin këtë kundër një pagesë, sepse hiri i Zotit nuk mund të blet, nuk ka çmim. Prandaj talanti, njohuria, shërbesa dhe bekimet që kemi ne nga Zoti nuk janë tonat, janë dhuratë e Perëndis që neve duhet i ushtrojmë në kishë dhe tek populli i Perëndis dhe tek njerëzit, do i ushtrojmë pa interesa, pa përfitim personal, sepse aty ku ka fitim personal nuk është Zoti. Aty është një frymë gënjeshtare, siç e shikojmë tek profetët e rem, tek heretikët, tek magjistarët, sharlatanët, fallxorët, të gjithë, të cilët predikojnë kundër një pagese, një biznesi. Prandaj duhet të kemi kujdes kur shikojmë veprime të tilla, sepse aty nuk është veprimi i Perëndis. Dhe gjithë kjo pjesë e ungjillit përmblidhet në këto mesazhe. Krishti shet turma dhe ka lëmshuri, edhe për sot. Ai fton në lutje për punëtor, pra duhet lutemi që Zoti na dërgoj punëtor. Zoti zgjidh punëtor dhe dërgon, siç dërgoi apostujt, duke i u dhënë atyre fuqi dhe autoritet. Mbretëria e qeve u afrua, pra është prezente tek neve dhe ai kërkon që shërbëtorët e tij të shërbejnë falas, sepse falas e kanë marrë hirin. Pra, ky tekst është një thirrje për të pasur dëmshuri për njerëzit, për të lutur për kishën, për dëshmuar besimin aty ku jemi dhe për të shërbyer me përsi, bujari dhe pa interes. Patjetër që ata shërbejnë në kishë do kenë një rrogë, sepse edhe Krishti thotë kush përhap ungjillin nga ungjilli do rrojë, por nuk është ky qëllimi pse ne shërbejmë në kishë. Shërbimi në kishë është një shërbim sakrifice. Ata njerëz që janë futur në institucionin kishtar, si klerik e laik, ata janë futur për të sakrifikuar. Prandaj duhet të ecim sipas porosive të Krishtit dhe sipas shembullit të apostujve, të hetërve dhe të shenjtorëve. Dhe siç kemi dhe shenjtorët anargjend, të cilët shërbyen pa para, sepse falas e morën hirin, falas e dhanë. Pra, kështu do i kuptojmë këto fjalë të Krishtit që janë aktuale edhe për ne sot, sidomos edhe për ata që shërbejnë në institucionin kishtar. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.